E vazhdojmë ditari me disa zhvillime në rajon. Fillimisht në Prishtinë përfunduan të qeta protestat e sotme të lëvizjes vetëvendosje, e cila kundërshton bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë protestës së sotme u bërë thirrje për lirimin e veprimtarëve të kësaj lëvizjeje, që po mbahen në arrest pas protestave të së hënës, që u karakterizuan nga përplasje të dhunshme dhe që lanë pas vetes edhe 10 të lënduar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i bëri thirrje sot lëvizjes vetëvendosje të mos e zhvendos në rrugë debatin parlamentar. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Qindra veta morën pjesë sot në protestën e lëvizjes vetëvendosje, e cila kundërshton bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndryshe nga një ditë më parë, protesta 2 orëshe përfundoi e qetë dhe me thirrjet për lirimin e veprimtarëve të kësaj lëvizje të ndaluar të hënën. Mbi 50 veprimtar po mbahen në arrest 48 orësh. Ata u ndaluan gjatë përplasjeve të së hënës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe policisë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti akuzoi qeverinë për nxitje të dhunës gjatë protestave të djeshme që sipas tij kishin për qëllim të tërheqin vëmendjen se çfarëdo bisedimesh me Serbinë pa kushte do të jenë bisedimet ku humb Kosova dhe fiton Serbia. Edhe një muaj ne festojmë 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë Shqipërisë. Dhe në vend se të bisedoj me Tiranën për bashkim kombëtar, kryeministri tha që bën pazare me Serbinë për me të lëvizë deri në Kosovë. Viti 2012 është dashur të jetë vit i bashkimit kombëtar, vit i bashkëpunimit me Shqipërinë, e jo vit i negociatave me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje. Pak para fillimit të protestës së sotme, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë të pazakonshme për gazetar u shpreh siç tha i tronditur nga pamjet e djeshme në kryeqytet. Ai bëri thirrje lëvizjes vetëvendosje që siç u shpreh ai, debatin e humbur në Parlamentin e Kosovës mos ta zhvendos në rrugë. Ai tha se në Kosovë është luftuar që çdo kush të ketë të drejtë të protestojë, por jo që të ketë anarki e dhunë. Policët e Kosovës dhe qytetarët nuk janë palë. Ata janë një. Ne kemi luftuar për të pasur të drejtën për të protestuar lirshëm. Ne kemi dhënë shumë jetë për të thënë mendimin lirshëm. Por liria dhe demokracia nuk nënkuptojnë anarkinë, nuk nënkuptojnë dhunë, nuk nënkuptojnë që mund të përdhosen institucionet, nuk nënkuptojnë që mund bllokohet dhe pengohet puna e tjetrit. Të hënën për rreth 9 orë me radhë ka zgjatur protesta e lëvizjes vetëvendosje dhe gjatë tërë asaj kohe ka ndodhur shumë përleshje me policinë. Policia përdori gazin lotësjedhës dhe shkopin të gomës për të shpërndar protestuesit. Përleshjet lanë pas vetës 10 të lënduar, përfshirë edhe një shtetase gjermane cila ndodhet në gjendje të rënë në spitalin e Prishtinës. Protestat pasuan takimin e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić të premten në Bruksel me ndërmjetësimin e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në atë që shihet si një hapje një kapitulli të ri bisedimesh ndërmjet 2 vendeve me një të kaluar të rënd. Të dyja palët janë shprehur të gatshme të bisedojnë qoftë për çështje teknike, qoftë për ato politike. Por Serbia ngul këmbë se nuk do të njeh pavarësinë e Kosovës, ndërsa Prishtina hedh poshtë çdo mundësi të diskutimit për rregullimin e saj kushtetuese juridik. Muaji i ardhshëm pritet të jetë periudhë e takimit të radhës ndërmjet kryeministrave dhe vazhdimi i takimeve po mbështetet fuqishëm edhe nga diplomacia euro-perëndimore. Të njëjtën pritet që Kosovën ta vizitojë sekretari i jashtëm britanik William Hague, ndërsa në fund të muajit Kosovën pritet ta vizitojë edhe sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton. Ajo mund të jetë e shoqëruar edhe me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila personalisht është angazhuar në procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.